Kemi të ftuar në studion ton, profesor Dr. Stavri Dhimon, drejtori projekteve në Ministrinë e Ekonomisë. Faleminderit që erdhët në studion ton. Faleminderit juve. Do doja ta nisja me bisedën paraprake që kemi bërë. Profesori ju më thatë që Mirela Tapi ka filluar, ka njerëz të punësuar, pra konkretisht cili është projekti, kur ka nisur dhe cilat janë benefitet që ne kemi marrë deri tani nga ky projekt. Faleminderit për pyetjen, është një pyetje vërtet në interes edhe për sqarim, por edhe për të treguar një realitet për sa i përket vetë procesit që në të cilin është po realizohet ky projekt i madh. Projekti TAP nuk është një projekt që startohet, projektohet në një ditë apo në një vit, po themi, dhe pastaj realizohet për një vit. Ky është një proces në vetvete, i cili do të vazhdojë edhe gjatë operimit të tij, sepse për të kthyer te fillimi, sepse mendohet që pavarësisht se ky projekt është parashikuar për 10 miliard metra kub gaz për të transportuar, ky ka një mundësi teknike dhe teknologjike për të dyfishuar dhe më tej për kapacitetin transportues. Gjithsesi, të kthehemi tek ajo, projekti TAP është një iniciativë vërtet shumë e fuqishme, që ndoshta në fillim ka pasur edhe pak natyrë patriotike, sepse një pjesë e ekspertëve të përfshirë në këtë krahas, palës tonë shqiptare këtu në Shqipëri kanë qenë dhe ekspertë të tjerë shqiptarë të angazhuar në kompani të huaja, konkretisht në kompaninë zviceriane EGL, dhe ky ka startuar si projekt, si ide në vitin 2003 dhe në vitin 2004, në maj të vitit 2004, është nënshkruar memorandumi i parë ndërmjet Ministrisë përgjegjëse për energji, në atë kohë Ministria e Industrisë dhe Energjisë, edhe përfaqësuesit të TAP-it. Më tej ky projekt është zhvilluar dhe me krijimin e kompanisë, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, të kompanisë TAP AG në Zvicër, mori përmasa të reja, përfshirja sidomos në vitin 2008 e kompanisë tjetër aksionere Statoil, që mori në fillim 50%, dhe më mbrapa përfshirja e kompanisë gjermane Ion Rurgas, që mori 15% të aksioneve, në këtë tashmë kemi 3 kompani aksionere, i dha një pamje tjetër projektit TAP. Pra, gjatë gjithë kësaj kohë që nga viti 2003, në vitet në vazhdim, kanë punuar edhe shqiptarë. Në fillim ndoshta pak 2-3 veta ose 10 veta, ndërkohë që aktualisht në fazën ku neve jemi, gjatë vitit të kaluar, edhe sot që po flasim, që është edhe kjo pjesa që ju anuncuat, përsa i përket përgatitjes së planit kombëtar sektorial, janë me 10 punonjës, po veçanërisht ekspertë shqiptarë të gjitha fushëve, gjeolog, inxhiniera ndërtimi, inxhiniera teknolog, ekonomist, jurist, të cilët janë përfshirë edhe në pozicione drejtuese, por mbi të gjitha janë përfshirë si realizues, si ekspert në realizimin e këtij projekti. Pra, praktikisht shqiptarët janë të punësuar në TAP, ose shqiptarë ka të punësuar në TAP edhe sot. Qartë. Cili është itinerari i këtij projekti të madh dhe cilat pjesë të Shqipërisë do të përshkrohen nga TAP-i? Projekti TAP është ndoshta nga projektet më të veçanta për natyrën e tij komplekse, marrë në nivel jo thjesht evropian, por edhe botror. Pasi ky nis nga një vendburim gazi tepër një nga më të mëdhenj, në kuptimin unik të një vendburimi të vetëm, në Shah Deniz në detin Kaspik, në administrim të Azerbajxhanit, do të vazhdoj pastaj në tokë, nëse mund të themi nga Azerbajxhani në Gjeorgji dhe në Turqi, pastaj aty do të ndërtohet një projekt tjetër që quhet gazelsi Trans-Anatolian ose TANAP, dhe deri në kufirin me Greqinë dhe prej kufirit me Greqinë deri në Itali, në Lecce të Italisë, është projekti TAP me të 870 km të tij. Pjesa shqiptare është rreth 270 km, 269 km, nga të cilat 210 km janë në tokë dhe rreth 60 km janë në territorin detar. Hyn në zonën e Bilishtit, në Korçë, vazhdon në luginën e Devollit, kalon në lartësitë e maleve ndërmjet Korçës dhe Skraparit, ku është dhe lartësia më e madhe dhe vetë projekti rreth 1800 metra, dhe pastaj duke zbritur në qytetin e Çorovocës, në luginën e Osumit, në Berat, në rrugën vajgurore, në zonën e Myzeqes dhe del në Seman të Fierit, prej nga pastaj do të kalojë në det për në Itali. Qartë. Sa është kapaciteti transportues, fillestari ju e thatë një shifër në fillim? Projekti TAP është projektuar me një kapacitet fillestar për 10 miliard metra kub, ka që sa është edhe oferta nëse mund të themi, ose mundësia e furnizimit nga vendburimi i Shah Denizit në Azerbajxhan, por me rritjen e mundësive të furnizimit nga
zona e Kaspikut dhe lindjes mes, jo thjesht Azerbajxhani, por ndoshta edhe Turkmenistani, që është pra të pellgut të Kaspikut, po themi në tërësi, kapaciteti mund të shkojë edhe në 20 miliard, që është tërësisht e mundshme, por ndoshta edhe më tepër. Dhe kjo sasi gazi, domethënë do të, po themi për sasinë fillestare të gazit, që do të kalojë edhe në territorin shqiptar, do të jetë e disponueshme jo thjesht për tregun italian ku është destinacioni përfundimtar i këtij gazi, por njëkohësisht do të jetë disponueshme edhe për vendet e tjera të Evropës Juglindore, veçanërisht për Shqipërinë, por edhe për vendet e rajonit Malinezi, pse jo dhe Kosovën, Bosnjën, Kroacinë. Sa do të mbetet, sa gaz do të mbetet dhe sa do të jetë kapaciteti që do mbetet në vendin tonë, gazi që do kaloj? Në politikën dhe në qëndrimin, si thua, është konstant të gjitha, po them në kuptimin administrativ të gjitha qeverive shqiptare, ka qenë interesi për gazin që do të përfitonte Shqipëria. Dhe është arritur që në një marrëveshje në konsorciumin të ketë një pikë dalje në Shqipëri, e para, dhe e dyta, po kështu dhe në marrëveshje që kanë bërë 3 entitet rregullatore të Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë për administrimin, sepse është një transporti i gazit dhe shpërndarja e gazit janë të rregulluara në mënyrë të njëjtë, pothuaj identike, nëse mund të themi njësoj energjie elektrike, pra ka një ndryshim shumë të madh nga nafta, pavarësisht se dy quhen hidrokarbure. Dhe në Shqipëri ne sot kemi të nënshkruara, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës ka nënshkruar 2 marrëveshje, në trajt memorandumi ose marrëveshje paraprake, një me njëri nga aksionerët që quhet kompania zvicerene Akso për një sasi prej 250 milion metra kub gaz në vit, dhe marrëveshja tjetër është me aksionerin tjetër me kompaninë gjermane Eurorgas për një sasi prej 500 milion metra kub gaz në vit, e cila do të jetë e disponueshme që në momentet e para. Problemi është që subjektet shqiptare, konsumatorët shqiptarë, që mund të jenë, ne mendojmë në fillim do të jenë konsumatorët e mëdhenj, siç është Teci Vlorës, njëri konstruksioni mund të jetë Teci të Fierit, siç mund të jenë metalurgjiku, siç mund të jenë fabrikat e çimit që konsumojnë shumë energji dhe kanë përdorur ose mazut ose përdorin gaz të lëngët të naftës, që është një natyrë tjetër e gazit. Këta mund të jenë konsumatorët e parë të mëdhenj dhe gazi do të disponibil, vetëm do të ndërtohen marrëdhëniet kontraktuale. Qartë. Shqipëria do të shërbej vetëm si pikë shpërndarje, apo do të jetë dhe pikë grumbullimi për gazin? Janë pak pyetje teknike, këto teknikalitetet jo shumë e kollaj. Është shumë e drejtë, sepse një nga avantazhet e projektit TAP është edhe kjo e fundit që thatë juve, por që këto quhen depozitimi ose magazinimi në toksor i gazit, underground gas storage, e cila është një nyje shumë e rëndësishme teknike, teknologjike për këtë lloj projekte, për këtë lloj gasjellësash. Pasi në përgjithësi, domethënë duke qenë që gazi transportohet në distancë, sikurse është edhe TAP-i, në Evropën qendrore dhe veriore, ku gazi konsumohet më shumë në dimër se në verë, por sasia e gazit që vjen nga burimi është e njëjtë, atëherë gjatë periudhës së verës ky gaz depozitohet në këto magazina në toksore, dhe gjatë dimrit kur sasia është më e madhe, atëherë konsumohet jo vetëm ai që vjen nëpërmjet rrjetit, por dhe sasi nga kjo sasi e magazinuar. Shqipëria ofron një mundësi ideale për këtë gjë në zonën ne quajmë diapirin e Dumres, në zonën kripore të Dumres, po flas për ndërtimin gjeologjik në thellësi, ku edhe TAP-i, edhe Ish Instituti i Naftës i Shqipërisë ka bërë studime specifike për këtë gjë, dhe është një mundësi ideale dhe shumë e levetshme, shumë fizibël që përdoret ky term tjetër. Është e përfshirë në projekt, pra do të ndërtohen këto depozitat e gazit? Është e trajtuar në projekt, por nuk është pjesë e këtij projekti, e këtij investimi fillestar, por kompania TAP ka bërë një studim të veçantë për këtë gjë, dhe kjo është shumë e mundshme për të realizuar. Dhe ky është një nga avantazhet e mëdha që kishte TAP-i, qoftë në konkurimin e tyre, ashtu siç kishte një avantazh tjetër që quhet rrjedhja e kundërt e gazit. Domethënë, nëse gazi do të vijë nga Azerbajxhani drejt Italisë, është e mundur dhe teknologjia që do të ndërtojë TAP-i, që është një teknologji shumë moderne, nga më modernet, do të lejojë që edhe në rast se është e nevojshme që tregu italian ka më shumë gaz, mund të ketë nevojë më shumë në pjesën ballkanike të themi të gazit apo dhe të Turqisë, do të vijë gazi dhe nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Qartë. Është një projekt i cili është folur shumë, është, le të themi, amplifikuar shumë dhe nga pikpamje politike. Unë dua të më thoni për ekonominë, për çdo shqiptar, çdo qytetar të këtij vendi. Çfarë ndikimi do të ketë TAP-i konkretisht në ekonominë tonë? Cila do të jetë, nëse mund të kemi ndonjë shifër, dhe vende punësimi sa parashikohet të hapen dhe sa parashikohet të përfitojmë?
Sikur se e përmendëm edhe në fillim, do më thënë, në tap janë duke përfituar shqiptarët materialisht po flasë, në kuptimin e punësimit. Ka vlerësimet që janë të bëra të vetë tapit, dhe të institucionit tona, po ne me që preferojmë të përmendim e ka bërë instituti i Oxfordit, apo e ka bërë dikush tjetër, vlerësohet që do më thënë, së pari vlerësohet që do t'jenë me 3 deri në 4.000 punonjës në çdo vit të angazhuar në këtë gjë dhe në një total gjatë periudhës së ndërtimit që mund të fillojë në fundin në gjysmën e dytë të vitit 14 deri në fund të vitit 2018, se mendohet që në fillim të vitit 2000 në televizi sasia e parë e gazit, mendohet që të angazhojnë rreth 20.000 do të jenë 20.000 të punësuar në qoftë se mund të themi, të cilët mund të jenë që nga punëtorët e thjeshtë, që nga shoferët, po themi, që nga mekanikët dhe deri tek inxhinierët apo ekonomistët apo të strukturë plot. Bile, unë e kam përmendur në një rast tjetër dhe dëshiroj ta theksoj këtë për të kuptuar diçka, që shtrirja e tapit nuk është thjesht në faktin që ai do të kalojë nga Korça, nga qarku Korçës në Berat dhe në Fier, por aktiviteti do të jetë shumë më i gjerë, jo thjesht në Tiranë ku janë qendrat e ku do të ketë shumë shumë stafet të teknike dhe menaxhuese të tapit, por për shembull në portin e Durrësit do të jetë gjithë vendi ku do të bëhet përpunimi i të gjitha materialeve që do të vinë, i 100.000 ton tuba, i 10.000 ton pajisje dhe makineri, pra edhe në Durrës do të shtohet volumi i punës, jo vetëm në zonat ku do të punohet. Dhe mendohet që për shembull vetëm si fond page gjatë kësaj periudhe të ndërtimit mund të shkojnë rreth 80 milionë euro. 80 milionë euro vetëm për të përballuar pagat e të gjithë në të gjitha frontet e punës. Dhe përfitimi ekonomik në total. Kjo është një pjesë e vogël. Një përfitim tjetër shumë i madh ekonomik është në zonat ku kalon gazsjellsi, toka që do të përdoret nga tapi, e cila do të jetë në dy forma, gjatë fazës ndërtimit dhe gjatë fazës përdorimit. Gjatë fazës ndërtimit do të jetë një korridor më i gjerë, 40 metra, dhe do të ketë një marrje me qirat të përkohshme të kësaj toke, me kontrata shërbimi quhen ose kontrata servitudi, të cilat do të paguhen direkt pronarët e tokave. Pasi 75% e tokave janë ku kalon tapi do të jenë të tilla ku do të përdoret kjo lloj kontrate. Dhe po kështu dhe në zonat për shembull që mendohet të ndërtohet një stacion kompresorësh në zonën e Bilishtit, që përdoren për qëllim që të rritin presionin dhe mundësinë e lëvizjes së gazit në tub. Një tjetër shumë më e madhe, që do të ndihmojë për kalimin e gazit në tubacion në detin Adriatik, që do ndërtohen në zonën e Semrit, këto do të ketë një blerje të përhershme ose shpronësim të përhershëm. Dhe nga vetë kompania TAP, deri tash që flasim pikërisht në sajt atyre punëve që janë bërë, janë identifikuar mira pronar parcelash toke, të gjitha sipërfaqe dhe të gjitha mundësit. Dhe kjo do të jetë përsëri një ardhur tjetër, që bëjmë fjalë për të ardhurat direkte, përfitime direkte. E kuptoj. Pyetja e fundit është pse fillimisht Tapi dhe jo Nabucco? Mendohet që dhe Nabucco do të jetë një tjetër deg, por në opinionin tuaj pse u përzgjedh fillimisht Tapi? Përzgjedhja e Tapit është, ne patëm fatin që t'i themi në kuptimin edhe në sajt të pyetjeve tua dhe për këtë ju falenderoj. Të evidentojmë disa gjëra mjaft specifike. Shiko, Nabucco kalon në një zonë ku praktikisht të gjitha shtetet janë të gazifikuara, siç është Bullgaria, Rumania, Hungaria, Austria, ka gazifikim de facto, ka gaz. Aty ka një rëndësi të madhe, sepse ka një diversifikim gazi. Fakti që aty kryesisht është gaz rus dhe do të kemi një burim tjetër që rrit sigurinë e furnizimit të këtyre vendeve tjera me radhë. Po e njëjta situatë është edhe këte aparato vende që kanë gazit, që është Greqia dhe Italia. Ndërkohë që, sikur se e përmenda, projekti TAP do të bëjë të mundur që një zonë e tillë siç është Ballkani Perëndimor, ku në kontinent, në tokë, si themi, për Ashtin të Islandës, janë vetëm 3 vende kanë në Evropë që nuk kanë gaz sot, që është Shqipëria, Malizi dhe Kosova. TAP-i do të bëjë të mundur dhe gazifikimin e këtyre vendeve. Dhe tashmë që neve flasim, ndërmjet kompanisë TAP, edhe këtyre vendeve apo kompanive të këtyre vendeve aty ku kemi për sidomos në Kroaci dhe në Bosnjë janë lidhur dhe marrëveshje. Është krahas Tapit është një projekt tjetër që quhet projekti Ionian Adriatik, që starton nga Fieri, nga Semani mund të themi i Fierit, drejt Kroacisë. Dhe është bërë propozimi dhe ne kemi shumë shpresë që do të marrim prap miratimin të këtij korridori tjetër patriotik, tashmë të gazit të energjisë,
nga Shqipëria drejt Kosovës dhe drejt Serbisë, ndoshta duke përfshirë Maqedoninë, e cila në fazën e parë është shmangur, po besojmë këtë radhë mund të përfshihet. Pra, është një arsye, e natyrës dhe zhvillimit të sektorit të gazit në këto vende, është pozicioni i tapit në kuptimin kështu, dhe pa diskutim është dhe levetëdijshmëria e tapit. Ndoshta një element shumë i rëndësishëm që mund të edhe nga të parë është fakti që tapi ka burime financiare të garantuara pasi është financohet dhe janë aksionerët e tij janë tre nga gjigantët energjetik të Evropës. Ndërkohë që janë kompani shtetërore të cilat në situatat e krizave kanë edhe problemet e tyre. Ju falenderoj shumë, profesor, për opinionet dhe mendimet që datë studion tonë. Faleminderit dhe juve për mundësinë që më datë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit.